Do të ndryshojmë plotësisht temën tonë. Para disa ditësh, në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë u festua një qershori, festa e fëmijëve, dhe pati një veprimtari shumë të gjerë. Ajo që bërim shumë përshtypje tek mediat ishte organizimi i një feste të madhe në ambientet e Hotel Dajtit me fëmijë jetim. Ky aktivitet kishte si organizues Institutin Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar. Gjatë kësaj jave ne intervistuam zotin Ilir Çumani, drejtori i këtij instituti. Ai na informoi për punën dhe projektet e këtij instituti shumë të rëndësishëm në jetën e jetimëve shqiptar, si dhe na njoftoi për një datë shumë të rëndësishme në jetën e tyre, 20 maj. Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve të Shqipërisë është një organizatë jo qeveritare, jo fitimprurse, që vepron në spektrin e shoqërisë civile me një intensitet të plot dhe ka në programet e saj politika integruese të shtresës së jetimëve. Në arkun kohor të 14 viteve të fundit, shtresa e jetimëve për hir të së vërtetës duhet konsiderohet pjesa më e marginalizuar e shoqërisë shqiptare, më e spostuar, e cila ka qenë gjithmonë jashtë vëmendjes së strukturave shtetërore, jashtë vëmendjes dhe indiferencës në përgjithësi të njerëzve të shoqërisë, dhe kjo ishte një arsye që ne krijuam para 2 vjetësh Institutin e Integrimit të Jetimëve të Shqipërisë, i cili do të merreshe pikërisht me këtë kontingjent njerëzish në nevojë, dhe aktivitetet tona ne nisëm për sensibilizimin e shoqërisë, për sensibilizimin e strukturave shtetërore, duke filluar me fëmijët jetim të mbetur nga gjakmarrja, fëmijët jetim të policëve të vrarë, për cilën ne kemi nisur një fushatë dhe lidhëm një pension mujor për ta fëmijë, duke marrë dhe me fëmijët e rrugës, me fëmijët rom, të cilët janë më të rrezikuar se çdo pjesë tjetër e fëmijëve për të bërë pre të trafikut të qenieve njerëzore. Para pak ditësh e festuam me një festë të madhe në ambientet e Hotel Dajtit me fëmijët jetim të këtyre kontingjenteve, me pjesëmarrjen e Komitetit të Artistëve, me pjesëmarrjen e artistëve të njohur të skenës dhe kinematografisë shqiptare dhe këngëtarëve të njohur. Të gjithëve na tërhoqi vëmendjen në edicionet e lajmeve, një nga aktivitetet e shumta me të cilat u festua këtë vit një qershori. Dreka e madhe festive në mjediset e Hotel Dajtit. Kjo drek ushtrua për fëmijët e mbetur jetim nga fenomeni gjakmarrjes, për fëmijët jetim të fshatit Sos, për fëmijët jetim rom dhe për të tjerë fëmijë të rrugës, si dhe të qendrave rezidenciale. Ata që shoqëruan fëmijët në këtë drek festive ishin viganët e mdhenj të artit dhe kinematografisë shqiptare, këngëtarë të vjetër, të shquar në vite, këngëtarë të rinj të talentuar, si dhe miset shqiptare. Nuk ishte të ftuar asnjë politikan. Jo gjithmonë, syt dhe shpresa duhen kthyer nga politika. Traditat e haruara, ndihma dhe përkujdesja për njerëzit në nevojë, vullnetarizmi dhe dashuria nuk ka nevojë për iniciativa të politikës. Ato duhet të rizgjohen tek secili prej nesh. Sot do të kisha babain pranë, do të isha bashkë me të, do të isha shumë e lumtur. Unë jam një fëmijë rom dhe kam dëshirë që t'jem valltare shumë e madhe, që t'ja kaloj të gjithve. Mua më mungon babai në këtë ditë të gëzuar në këtë festë të madhe. Unë dëshiroja që të isha dhe unë si punë e këtyre këngëtarë të kërceja. Ndihem emocionuar, Adelina quhem, edhe nuk e prisja kaq mirë këtë festë, megjithse edhe me këtë këngëtar ishte tepër bukur, edhe kështu. Më besoni, në të vitet ku kam më tepër emocion se sa kur dal në skenë. Pak më përpara sa po kalova një gulç të tillë për specifikën e këtyre fëmijëve. Lioroj nga thellësia shpirtit tim
që kënë sa më tepër ngrohtësi dhe dashuri për rreth dhe të rriten në denja ashtu si që takon. Për të qenë edhe ato shqiptarë të mirë, të ndershëm punëtor, edhe që të kenë një perspektiv ashtu si qërojmë edhe vendit tonë. Dhe me këtë rast dhe të gjithë fëmijëve të Shqipërisë, me një Shqipëri sa më të mirë, sa më demokratike dhe sa më të begatë. Diku në Shqipëri ekzistonte një traditë e bukur. Çdo familje gjatë fundjavës merrte në shtëpi një jetim, duke lidhur kështu një miqësi të gjatë dhe të bukur. Ka vite që kjo traditë nuk ekziston më. Breka festive e një qershorit e kishte edhe këtë qëllim. Ditën e një qershorit që përzgjodhëm një performancë tepër interesante që këta artistë të mëdhenj shprehen nga dishmërinë e tyre për të marrë nga një fëmijë në familjet e tyre dhe për t'i bërë miq të familjes së tyre. Që do të thotë të promovojmë një traditë e ershme që ka ekzistuar vite më parë, që shumë familje shqiptare idhin vështrimet e këta fëmijë dhe i merrnin pranë familjeve të tyre për t'i mësuar me normat e familjes, me normat e jetës, për t'i bërë ata pjesë integrale të shoqërisë. Dhe këtë synojmë ne që këtë traditë të shumë harruar për shkak të tranzicionit të zgjatur, ne ta rikthejmë në vëmendjen e shoqërisë, në vëmendjen e shtetit, që këta fëmijë të trajtohen si gjithë të tjerë, sepse brenda këtij komiteti këta janë e hartmja e vendit tonë që mund dalin nësër artistë të mëdhenj, akademik të mëdhenj, politikanë të mëdhenj, pa mentalitete që kanë sot politikanët. Pra, nga kjo pjesë e shoqërisë në nevojë mund të dalin njerëz të shquar të kombit, siç kanë dalë. Është bukur të nisësh një traditë. Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve numëron në jetën e tij 2 vjeçare shumë iniciativa dhe aktivitete për fëmijët, dhe jo vetëm në rast të festash. Por ajo që duhet vlerësuar si një sukses shumë i madh në integrimin e jetimëve në shoqëri është aprovimi nga Parlamenti Shqiptar i datës 20 maj si dita kombëtare në ndihmë të jetimëve. Data 20 maj është nga ditët e shënuara për jetimët në Shqipëri dhe nuk është dita e jetimëve, por është dita në ndihmë të fëmijëve jetim. Pra dita e vëmendjes ndaj këtyre njerëzve, sepse po ta quajmë dita e jetimëve duke sikur do t'i penalizonin përsëri këta fëmijë. Nuk mund ta konsiderojmë ditë për jetimësh, sepse ne luftojmë kundër jetës së vështirë të këtyre njerëzve. Ne e caktuam datën 20 maj si dita në ndihmë të jetimëve, pra dita e vëmendjes, që do të thotë të gjithë së bashku, të gjitha organizatat jo qeveritare, të gjitha institucionet, çdo njeri të jetë i vëmendshëm ndaj këtyre njerëzve në nevojë dhe të përcjellin qoftë edhe një mesazh, me një veprim, me një gest, ndoshta edhe me një fjalë të mirë, se s'është gjithçka, domethënë ndihma që mund të japim konkrete, domethënë qoftë edhe një fjalë të mirë që mund të thuhet këtyre fëmijëve është një ndihmë për ta. Kalojmë në një moshë pak më të rritur, kur ata janë të detyruar të lënë strehat që janë krijuar për ta dhe të dalin në jetë. Çfarë planesh keni, çfarë idesh ka ky institut? Kjo është pika më e nxehtë dhe më problematike që ndesh Instituti i Integrimit të Jetimëve të Shqipërisë. Është pjesa më e prekshme dhe më problematike që ne na shqetëson së tepërmi, sepse nëse në institucionet e jetimore si ta fëmijë
për kujdesja e tyre ndiqet nga institucionet shtetërore, vjen një moment kur shteti shkëput marrëdhënie me këta fëmijë dhe është mosha më delikate, është mosha e adoleshencës, kur personaliteti i tyre është në formim dhe në konsolidim. Dhe fatkeqësia më e madhe është sepse pikërisht në këtë moment këta fëmijë përballen me shumë probleme sociale, siç është problemi i integrimit të tyre në jetë, sepse ata përballen me mungesën e një strehe, me mungesën e një pune, me mungesën e shoqërisë, të familjes, dhe kjo do të thoshë unë është problemi më i madh që strukturat shtetërore duhet të ndjekin politika të tilla që të nxisin bizneset, të nxisin organizatat jo qeveritare me projekte konkrete, me programe konkrete, që këtë pjesë delikate, do ta quaj unë, të këtyre të rinjve, ta ketë më në qendër të vëmendjes me qëllim që këta të azhonohen në jetën e ekonomisë së tregut, në jetën e shoqërisë, me qëllim që ata të bëhen dhe këta si gjithë tjerët pjesë e shoqërisë në cilën ne kërkojmë të integrojmë në Europë. Një qershori u festua bukur. Politikan, shoqata, njerëz të shquar, të rinj, artistë, kthyen vëmendjen nga fëmijët, dhe sidomos nga ata jetim. Por për këta fëmijë nuk duhet të ketë vetëm një qershor apo 20 maj. Çdo ditë e jona duhet të ketë në vëmendjen dhe kujdesin e saj ata që do të vazhdojnë të jetojnë dhe të gëzojnë edhe pas nesh.